Lindja e mesme rrezikon të futet në një fazë të re pasigurie këtë pasdite, ndërsa përplasja mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po shoqërohet me deklarata të drejtpërdrejta dhe kërcënime të ndërsjella. Presidenti amerikan Donald Trump sinjalizoi më herët se zhvillimet në orët në vijim mund të jenë përcaktuese për të ardhmen e rajonit dhe më gjerë. Në një reagim publik ai sugjeroi se situata mund të çojë në ndryshime të thella politike në Iran. Një qytetërim i tërë do të vdes sonte për të mos u rikthyer më kurrë. Nuk dua që kjo të ndodh, por ndoshta do të ndodh. Megjithatë, tani që kemi ndryshim të plot dhe total të regjimit, ku mbizotrojnë mendje të ndryshme, më të zgjuara dhe më pak të radikalizuara, ndoshta mund të ndodhë diçka revolucionare e mrekullueshme, kush e di. Do ta zbulojmë sonte, një nga momentet më të rëndësishme në historinë e gjatë dhe komplekse të botës. 47 vjet zhvatje, korrupsion dhe vdekje, më në fund do të marrin fund. Zoti e bekoft popullin e madh të Iranit, shkroi Trump. Nga ana tjetër, reagimi i Iranit ka qenë po aq i drejt për drejt. Sipas mediave shtetërore iraniane, të lidhura me gardën revolucionare, autoritetet kanë bërë të qartë se çdo sulm ndaj objektivëve civil do të marrë përgjigje të menjëhershme dhe në të njëjtin nivel. Ne do të godasim infrastrukturën e Amerikës dhe partnerëve të saj në mënyrë që t'i privojmë ata dhe aleatët e tyre nga nafta dhe gazi i rajonit për shumë vite, thuhet në deklarat. Po ashtu, garda revolucionare thekson se kapacitetet ushtarake iraniane shtrihen përtej rajonit dhe se përgjigjja nuk do të kufizohet vetëm në lindjen e mesme nëse sipas saj SHBA kalon vijën e kuqe. Ndërkohë, përpjekjet për të lehtësuar bisedimet midis SHBA-ve dhe Iranit janë ende në vazhdim. Të paktën kështu thon për Reuters dy burime pakistaneze me njohurim mbi diskutimet ndërsa sulmet ndaj Iranit intensifikohen. Ndërkohë, në një reagim të fundit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli goditi hekurudhat dhe urat që përdoren nga garda revolucionare në Iran. Teksa ndodhet në një vizitë në Hungari, numri 2 i qeverisë amerikane JD Vance është shprehur besim plot se Irani do përgjigjet përpara orarit të përcaktuar sonte. Ai thotë se Washingtoni pret një përgjigje nga Irani përpara afatit të vendosur nga presidenti Donald Trump lidhur me rihapjen e ngushticës së Hormuzit për trafikun detar. Gjatë një konference për shtyp në Budapest në krah të kryeministrit hungarez Viktor Orban, JD Vance tha se SHBA-t kanë arritur në masë të madhe objektivat e tyre ushtarak në përballje me Iranin. Ai theksoi se administrata amerikane është e bindur se një reagim nga Teherani do të vijë brenda afatit të caktuar, që përkon me orën 1:00 të mëngjesit sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar të mërkurën. Sipas tij, kërkesa kryesore është që Irani të lejojë rifillimin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit.